Të dashur qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, sonte ne presim vitin e ri 2026. Ndaj dhe unë nga zemra ju uroj, ku do që ndodheni, në votrat familjare, në lokale, në udhëtime, në Shqipëri, në botë, në institucionet e vuajtjes dënimit, në spitale, gëzuar vitin e ri 2026. Viti i ri për të gjithë shqiptarët, për të gjithë njerëzit, është vit shprese. Por, siç është tradita, nuk mund të ndahemi nga ky vit pa hedhur një veshtrim drejt tij. Viti 2025 ishte një vit që shqiptarët kur nuk e meritonin. Ky vit i gjen ata qytetarët më të keq paguar në Europë, qytetarët me të olinat më të pakta, sepse blejnë me çmimet më të shtrejta, me rrogat më të ulta, me pensionet më të ulta. Por ky vit i gjen ata gjithashtu me drejtorat, ministrat, qeveritarët më të pasur në Europë. Pasuritë e tyre marrëmendse arrin pasuritë e regjimeve diktatoriale të dikurshme të Afrikës së 30 viteve më parë. Viti që lan pas ishte një vit në të cilin kombi u paksua edhe më shumë. Mira shqiptar u ndan nga jeta më shumë se sa erdhën në këtë jetë. Viti 2025 ishte viti i agonisë së plotë të demokracisë shqiptare. Narkodiktatori, duke përdorur të gjitha mjetet dhe potencialet e një shteti, rrëmbeu votën shqiptarëve dhe ndërtoi mazhorancën e krimit. Viti që lan pas ishte viti i zjarreve, përmbytjeve më të mëdha, të cilat nuk ndodhen vetëm në Shqipëri, por ato për ne shqiptarët erdhen si në një shtet, si në një vend pa shtet. Në fakt, viti 2025 do të mbahet mend edhe si viti i zbulimit të vjedhjeve më të mëdha në historinë kombëtare të shqiptarëve, nga Edi Rama, Lubi Balluku, familja Rama, Erion Veliaj, drejtorët e tij në ministri, në bashki, zyrtarët në tërësi. Ky ishte viti në të cilin u burgos pas 46 protestave kryetari i Bashkisë Tiranës, viti në të cilin në regjistrat e prokurorisë dolen emrat dhe vjedhjet e paimagjinueshme të Lubi Ballukut me 300 apartamente, 2 jahte, 15 supermarkete. Emri Edi Ramës në të gjitha mesazhet si përcaktuesi i tendrave dhe vetëm në tunelin e Llogaras u zhduken të paktën 50 milion euro. Akshi përbën skandalin më të madh korruptiv jo të Shqipërisë, po të Europës. Akshi kopshti privat i Edi Ramës,
ishte epiqendra e krimit shtetëror, të pandigjuar më parë. Kopshti privat që varej direkt nga Edi Rama ishte epiqendër e rrëmbimeve, pengmarrjeve për vjedhjen e qindra milion eurove, në epiqendër të cilë është Edi Rama me lindat e tij, linden e Akshit, por dhe linden e Surrelit për shkak të Kunatit. Akshi është super skandali në të cilin të gjitha të dhënat personale, sekrete të çdo qytetari shqiptar kaluan në duart e bandave. Kaloi kadastra e shtetit, kaloi çdo e dhënë. Dhe akoma më keq, të gjitha sekretet që NATO i ka besuar Shqipërisë u eksportuan në kartelet e drogës dhe tek armiqt e saj, armiqt e NATO-s. Kartelet e drogës të lidhura direkt me qeverinë shqiptare dhe Edi Ramën morën në dorë dhe u bën zotër të tregut të kokainës në Europë, pra u bën kartelet më të fuqishme. Ato, me ndërhyrit e tyre aktive në zgjedhjet e 11 majit, apo për ndërhyrit e tyre, u shpërblyen me leje për ndërtimin e 450 kullave, resorteve turistike, pallateve dhe vilave në mbar territorin. Pra, viti ishte të themi viti në të cilën narkoshteti u konsolidue me shpejtësinë më të madhe. Por ishte edhe viti në të cilin opozita shqiptare ja doli të gozhdoj para komunitetit ndërkombëtar Edi Ramën si armik i egër i pluralizmit. Në 7 rezoluta denoncohet shtypja e pluralizmit nga institucionet e narkoshtetit, denoncohet narkoshteti, denoncohen vjedhjet e shqiptarëve dhe shtrimi i procesit zgjedhor në farsë elektorale. Kontrolli total mbi mediat dhe mashtrimi të mërshëm që ato ju bëjnë qytetarëve për shkak të kontrollit mafioz. Të gjitha këto janë sankcionuar edhe në dokumentin themelor të OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet në Shqipëri. Pra miq, të gjitha këto përbëjnë një bazë të fuqishme për çdo qytetar shqiptar për veprim. Ndaj dhe me besim të plot mund të themi se viti 2026 është viti shpresës madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është viti në të cilin ata do bashkohen si kur më parë për t'i bërë funeralin organizacë kriminale që quhet Rilindje dhe kryesohet nga Edi Rama. Do bashkohen si kur më parë për të shpëtuar demokracinë shqiptare, rikthimin e votës lirë, për të shpëtuar familjen shqiptare nga një ligj shkatrimtar për gjininë dhe familjen, për të shpëtuar Shqipërinë nga rrokullisja e saj e madhe. Pra, këtë vit, çdo shqiptar që e don këtë vend, e fillon si misionar, e fillon në lartësitë e një misioni të madh shpëtimtar. Ndaj dhe unë dua, sonte t'ju uroj ju, gëzuar kudo që ndodhini, një vit të mbarë lartësinë e shpresave dhe pritshmërive tuaja.
gëzuar.